Në kuadër të 100 vjetorit, Banka e Shqipërisë qeli ekspozitën para e RFN si pjesë e historisë dhe rrugtimit të monedhës shqiptare në një shekull. Banka e Shqipërisë, përveç detyrave që i ngarkon ligji, ka dhe një mision tjetër, fisnik, dhe që duhet ta kryej në çdo moment pavarësisht detyrave të tjera të rëndësishme që ligji, koha apo ekonomia i ngarkojnë. Dhe kjo detyrë është të përpiqet të jetë sa më pranë publikut, ta ndihmoj publikun të ngrërë nivelin e edukimit financiar dhe mbi të gjitha, ta ndihmoj kujtesën, memorien tonë historike, që mos të harrojmë asnjë moment kush është identiteti ynë kombëtar. Përmes dokumenteve arkivore, objekteve, imazheve dhe rrëfimeve, ekspozita e cila u mbajt në Kinema Republika ofron një pasqyrë të plotë të zhvillimeve monetare dhe ekonomike të vendit. Shikojini me vëmendje kartmonedhat dhe monedhat jo vetëm si një mjet këmbimi. Përpiquni të lexoni çfarë gjeni në sipërfaqen e tyre. Ti shikoni vetëm si vepra arti, sepse në fakt janë vepra arti. Janë artistët ata që e kanë dizenjuar pavarësisht se idenë e kanë dhënë historianët, pra janë vepra arti në miniatur, po mbi të gjitha janë pjesë e historisë tonë kombëtare dhe na kujtojnë her pas here element që ndoshta ngarkesat e kohës, ngarkesat e jetës mund të na bëjnë që t'i harrojnë. Një sër kartmonellash dhe monellash janë hedhur në qarkullim në këto 100 vite, ndërsa banka me syt nga ardhmja përballet me sfidën për të ndërtuar një sistem financiar konkurrues dhe të qëndrueshëm. Kemi një bankë qendrore me plot gojën, mund të themi është një bankë moderne, e dej të ulet si e barabartë në tryezat e bankave të vendeve më të zhvilluara europiane, që ka një staf të barabartë dhe që ka demonstruar që të jetë i njëjtë me ekspertët që kanë bankat tona homologe. Kemi një bankë qendrore që e ka drejtuar sistemi financiar jo vetëm drejt një sistemi financiar me stabilitet të pacënuar deri sot, por po flasim për antarësim në SEPA, po flasim për të tjera sisteme të pagesave të shpejta për cilat të jemi duke punuar, po flasim për integrim të Shqipërisë në sistemin financiar europian përpara se Shqipëria të bëj pjesë me të drejta të plota. Historia e Bankës së Shqipërisë dhe monedhës kombëtare shpaloset si një udhëtim në 3 faza të mëdha historike, të ndikuar nga ndryshimet politike, gjeopolitike dhe ekonomike.